Nderuar miq, vim podcastin e radhës, mos e është. Tashmë gjërat janë të qarta dhe fushata elektorale fesë ka nisur. Partitë politike, jo vetëm që tashmë kanë ngritur shtabet e tyre prej muajsh, por së fundmi de jure ato do të dalin në teren të kërkojnë votën tashmë jo vetëm nëpërmjet fjalëve, por edhe nëpërmjet simboleve, nëpërmjet çdo lloj mekanizmi dhe makiavelizmi tashmë do të gjejë vend ku qëllimi justifikon mjetin dhe mjetet do të jenë nga më të ndryshmet. Në fakt, kam kënaqësinë e nderin sot kem ftuar Petron Lubonjën, drejtues politik i Lëvizjes Bashk për qarkun e Korçës, një aktivist i ri, por gjithashtu dhe një djalë me ambicie, mbase dhe me pritshmëri të shumta për qarkun. Falenderoj që me mua. Faleminderit për ftesën. Petron, duket se je tek një parti e re. Tek një parti e re e cila duke bërë edhe një analogji pak më të largët, nuk është kaq e re për sa i përket aktivizmit. Pra, individ të ndryshëm të saj, qoftë dhe drejtuesi i saj në Tiranë, është një aktivist i cili shpeshherë ka sprovuar veten, por nga zgjedhje në zgjedhje ka treguar një rritje për të pëlqyeshmërisë të vetë komunitetit, për shkak se mbase të janë lodhur njerëzit pak më të vjetrit, por mbase dhe duan pak më shumë të rinj. Shko, ne jemi një parti e re, kjo nuk vit diskutim, por aktivizmi jon politik, i qartë, është gati te 14 vjet. Unë kam 12 vjet që e njoh këtë organizim politik qytetar. Për mua do guxoj dhe do them që jemi e vetmja parti politike në Shqipëri. Parti me plot kuptimin e fjalës. Pra një grupim njerëzish me ide të qarta, me ide të majta të qarta, që ka guxuar 12 vjet të artikulojë problematikat dhe të prek interesat e shumë personave, dhe në këto momente kemi 2 vjet që kemi krijuar një parti, një subjekt politik, që të pretendojmë të marrim atë që ne quajmë si instrument për të materializuar idetë tona. Kështu që jemi një parti e re, kemi bërë një pjesëmarrje në Tiranë që ishte goxha frymëzuese rezultati, me atë që pam në publik, si na priti publiku dhe rezultati si e priti. Do tentojmë natë 11 maj të kthejmë shpresën të njerëzit dhe në artikulimin ton të themi atë që është shumë e rëndësishme, që partitë politike janë të domosdoshme, dhe ne besojmë demokracia. Tek pluralizmi. Po, të demokracia. Pse? Sepse kanë nisur një artikulim, sidomos nga partitë e vogla dhe partitë të reja, që partitë janë problem, ose besojnë më shumë te individi. Okej, mbase qasja e tyre është shumë e djathtë, por unë dua të them që në qoftë se në një spital arrestojmë të gjithë mjekët edhe janë të korruptuar, nuk do mbyllim spitalin. Thjesht do themi që problemi janë disa mjekë që janë të korruptuar. Kështu që dhe partitë politike në Shqipëri janë bërë si banda kriminale dhe ata që që i drejtojnë, që e udhëheqin, janë të korruptuar dhe po e fakton drejtësia këtë gjë. Kjo do të thotë që partia politike si ide, si funksion, si subjekt është problem. Nuk është problem. Thjesht ne kemi bërë një statut dhe kryetari i jonë është formal, një përfaqësues i joni, nuk ka kompetenca siç kanë partitë tradicionale. Edhe lista e kandidatëve është zgjedhur nga bazat, nga anëtarët. Majtizëm në logjik. Majtizëm. Duke se pse është një frymë reale të asaj që njihet si majtizmi liberal i dukshëm, pra edhe i vlefshëm për demokracinë, por në vetvete në Shqipëri është ajo pjesa që pa kaluar tek prezantimi juaj se do ta kaloj edhe atë pjesë, por në Shqipëri është ajo pjesa që shqiptarët, qoftë nga aspekti utopik, historik, majtizmin e kanë njohur dhe kanë përqafuar nëpërmjet Partisë Socialiste, që sot është partia që për 12 vjet është qeverisë. Dhe duket sikur ai që pretendoi se ishte majtizëm, që në fakt nuk ka qenë i tillë, për çdo politolog apo etj. Ka qenë ajo fryma përfaqësuese të majtës. Dhe po silli një frymë të re të majtës. Kjo ajo disavantazhon në arenën
mes partive politike, jo vetëm qarkun e Korçës, por në gjithë vendin, sepse duhet thënë që ai i cili prej vitesh i beson asaj që quhet e majta, po që përfaqësohet nga Partia Socialiste, e ka votuar. Dhe shumë e vështirë që të ndryshosh një të majtë në mundësi për t'ja mos e dhënë votën Partisë Socialiste, por për t'ja dhënë votën një partie tjetër, që në ideologji është vërtet e majtë. Po, unë besoj të qytetarët. Unë besoj që qytetarët kanë krijuar një diferencim nga politikanët shqiptarë, sidomos nga Partia Socialiste. Janë shumë më të emancipuar. Janë më përpara se ata. Dhe unë besoj që ata e mirë kuptojnë shumë çfarë është politika, çfarë janë idetë. Unë besoj që politikat dhe idetë tona janë përfaqësuese, do të thënë çfarë përfaqësojmë ne. Neve përfaqësojmë punëtorin, ne përfaqësojmë fermerët. Ne jemi shumë në rregull dhe shumë të qartë. Edhe prandaj besoj që ne jemi vetëm një parti politike në këto 11 subjekte që kërkojnë votën e qytetarëve, ne jemi më të qartët. Edhe parti politike funksionale. Pra, kë përfaqësojmë. Unë nuk mundet të vi këtu të bëj hipokrizi. Asnjëherë nuk do të dëgjosh jo vetëm mua si Petro, por edhe në subjektin ton, që të manipulojmë edhe të premtojmë shumë gjëra për këdo. Ne jemi shumë të qartë, dim kë përfaqësojmë. Nëse premtoni për shtetin social dhe shtetin zhvillimor, të cilën ju keni pikë të programit, për Shqipërinë është shumë. Për një arsye sepse Shqipëria sot është një nga vendet më të varfra, jo sipas statistikave, sepse sipas statistikave, statistika nëse një persona, një pul, dy pula dhe një tjetër nuk ka asnjë, të dy kanë nga një. Kështu është edhe Shqipëria. Do thënë pasuria është grumbulluar në duart e disave, ndërsa pjesa tjetër janë shumë të varfër. Bërën atë që të majtët duan ta rregullojnë, pra shtresëzimin, që shtresëzimi në aspektin social në Shqipëri është kryer. Në vetvete ato që premtoni ju nuk janë pak, janë shumë. Sepse kur flisni për minimum jetik, kur flisni për kraje sociale, për shtresat nevojat e tjera, ju premtoni për 90% të popullsisë. Jo për pak. Ne nuk premtojmë, ne zotohemi, dhe ne nëse e ke lexuar programin ton të detajuar, është shumë voluminos, po e di që është edhe i lodhshëm. Por çdo qytetar mund të shkojë te kapitulli që i intereson edhe do shikojë dhe faturën. Ne kemi faturë, ne jetim shumë i çfarë bëjmë. 3 ekspertët tanë që kanë punuar janë 30 ekspertë. 50 ekspertë dhe janë shumë të tjerë që punojnë në administratë dhe nuk kanë preferuar të japin emrin e tyre dhe të dalin në publik. Për arsye sepse kërcënohen përmendjen e punës edhe siç e dim si funksionon Shqipëria. Kështu që ne kemi më shumë se 50 ekspertë që kanë punuar për këtë program dhe ne e dim ku do dalin ato lek. Ajo që sapo thatë ju që thatë që është përqendruar ekonomia të disa persona. Ky është fakt edhe është oligarki ekonomike që neve kemi artikuluar këtu e 12 vjet. Tani, këtë fakt neve do ta luftojmë. Pra, pse censurohet programi jon? Për arsye sepse prish shumë interesa. Por të bëjmë të ulemi dhe të shkojmë te qarku. Në Korçë. Pra, Korça ka disa përfaqësues politik. Të rinj që janë të pavarur nga këto parti tradicionale, por dhe ata që janë brenda partive tradicionale. Si në artikulimin e tyre, po dhe si në përfaqësimi që kanë, si në Këshilla Bashkiake apo në parlament, deputetës, janë zero. Unë i kam studiuar, kam 2 vite gjysmë. Po, jam zero, do t'ja argumentoj. Si janë zero? Unë kam 2 vite gjysmë që kam ndjekur në thonjza këmba këmbës çdo deputet të qarkut të Korçës të parlament. Punën e tyre. Proces verbali futesh në website-in e parlamentit, shkarkon web atë proces verbalin e një komisioni dhe shikoj fjalimet e tyre dhe qëndrimet e tyre në çdo problem apo në çdo lloj teme. Për shembull, kemi komisionin e shëndetësisë. Vazhdo. Mund të flasësh. Për shembull, kam dhënë rezervat e mia. Ilirian Petavini, një mjek, e bëjnë propagandë që një njeri i nderuar që punon për Korçën, punon për Korçën, për qytetarin korçar. Është një nga personat që ka qenë në një komision që ka hequr nga ribusimi i disa ilaçeve për pensionistët. Pra, këtë duhet ta themi ne, kush është? Pra, pastaj shkojmë te zoti Pelleshi. Ku ti shërben zoti Pelleshi? Janë 6 groteske që prishin gjithë tregun ekonomik të Korçës.
Ata takon në fillimin e fushatës dhe ata e bëjnë fushatën për zotin Niko Peleshi dhe Partinë Socialiste. Por këto nuk artikulojnë as nga kundërshtarët gjasme të tyre, që është Partia Demokratike edhe disa të rinj të tjerë. Për shembull, Këshilli Bashkiak në Korçë apo këtu në Pogratesi, dhe Pogratesi ka probleme. Po dalin shumë individ që thonë përfaqësojnë qarkun e Korçës, por nuk përfaqësojnë vetëm një lagje të Korçës. Mbase po, por që nuk përfaqësojnë qarkun, nuk kanë një parti me struktura në bazë, ti marrin problematikat nga baza dhe ti artikulojnë ato dhe ti përfaqësojnë. Kështu që unë shikoj shumë probleme në Korçë, Korça është kapur dhe në kapital politik, por dhe në ekonomik. Por që mos zjatem edhe bëjmë monolog, sepse kam shumë fakte, e shikoj që ke pyetje, kështu që do të respektoj dhe do pres pyetjet e tua. Jo, e di, po qeshnja sepse kam vite që artikuloj këtë pjesë që ka një opozicië që është e heshtur në qarkun e Korçës. Do të qëndroj tek qarku sepse nuk po bëj një më të gjerë. Dhe një opozitë që ka munguar në denoncime, ka munguar çdo gjë. Dhe shpërblimi i çdo gjëje, shpërblimi dhe i riskut të folurit, të fjalës së lirë, shpërblet ndonjëherë duke u etiketuar si banaqe mediatike, të cilat i shërbejnë pushtetit. Pak kështu jemi konsideruar së fundmi nga disa funksionarë të partive të mëdha, nga kandidatë në listat e subjektit të Partisë Demokratike sot, alat saj. Gjithsesi, unë e mirëpres edhe them shumë shpesh, po patjetër ne mund të jemi banaqe mediatike, por jo të cilat i shërbejnë pushtetit. I kemi shërbyer qytetarëve nëpërmjet denoncimeve të shumta, të cilat kanë qenë të mangë këta, për sa i përket kësaj situate. Dhe e vlerësoj shumë pjesën kur bëni denoncime me emra konkret. Për shkakun e vetëm, sepse ajo që e ka shtrydhur këtë qark, në duke ka qenë një marrëveshje fshetë, që mos godit as Peleshin, mos godit as Pendavinjin, mos godit as tjetër. Tashmë është fakt që Pendavinji në Bashkinë e Maliqit, vjen si punë e kampionatit botror, 1-4 vjet. Dhe është bërë meme në disa raste. Dhe vlerësoj këtë pjesë. Por përpos kësaj pjese disa ditë më parë keni denoncuar një fakt tjetër, polin e jugut. Poli i jugut është një pol, të paktën një kënd zhvillimor që pritet të bëjë një qendër multifunksionale të madhe për sa i përket aktiviteteve të ndryshme kulturore, sociale etj, artistike, por që në fakt ka mbetur në letër, ashtu siç ka mbetur aeroporti i Korçës, ashtu siç ka mbetur edhe shumë gjëra të tjera, edhe ideja për stadiumin apo spitalin e ri. Pse po i artikuloni ju? Dhe kur ju them pse po i artikuloni ju, pse pikërisht të majtët dhe nuk po guxojnë ata të cilët duhet vërtet edhe kanë diskursi politik për të kundërshtuar dhe për të goditur kundërshtarin, qoftë edhe për të fituar kredibilitet tyre. Unë besoj arsyeja pse e bëjmë ne, sepse ne kemi zgjidhje konkrete. Po. Dhe do ta jap zgjidhje. Por të them edhe pjesën pse nuk e bëjnë të tjerët, sepse janë të kapur. Janë të kapur. Unë thjesht duhet të them një gjë. Kush është Niko Peleshi edhe kush është Andrea Manu? Kush janë personat në Partia Demokratike e Qarkut Korç edhe në Partia Socialiste, këto dy tradicionalet, sepse s'besoj të jenë më të mëdha me kalimin e kohës. Këtë pikpyetje ka qytetari i Korçës dhe e din shumë mirë se kush janë këta të dy. Tani, unë do të bëj denoncimin politik. Unë një gjë që kam si personalisht edhe si Petro, po edhe nëse si subjekt politik, nuk kemi prokuror. Unë kam për detyrë të bëj transparencën, ashtu që shikoj unë të vërtetën, dhe në qoftë se prokuroria apo çdo person tjetër kur çdo qoftë e shef të arsyeshme mund të bëj një kulumtim edhe të shikoj se si janë kapur këta persona politik. Pra e ka të hapur që të filloj kryesisht tretimet sa doj. Po, unë kam për detyrë të them qytetarit korçar që zoti Peleshi dhe gjithë kupola Partisë Socialiste bashkë me Partinë Demokratike janë të kapur nga disa grotesk qarku. Kështu që deri këtu mua më takon edhe të denoncoj sa i përket pjesës politike. Ajo që mua më intereson edhe duhet të flasim edhe të ulurasim është zgjidhja. Edhe zgjidhja, si në poli jugut, edhe në shumë gjëra tjera që do denoncoj gjatë fushatës, sa e të pjesën politike, do jap edhe një zgjidhje. Edhe zgjidhja, për shembull, do zëm pjesën e bujqësisë. Ti që të flasim për bujqësinë sot edhe të japim një zgjidhje, duhet të zgjidhim tokën. Nuk mundemi, është alarmuese, është i dinjuese, të vi kushdo manipulator dhe t'i thotë fermerit që do merrni subvencione. Jo, nuk mund të marrë subvencione një fermer sot, sepse ai nuk ka regjistruar tokën akoma. Dhe ti nuk e ke të regjistruar që t'ja japësh atë. Kështu që
manipulimi dhe mashtrimi numër 1 është kjo. Kështu që çfarë propozojmë ne? Gjëra e parë që propozojmë është që toka që ka shumë faza, ka një fazë marrëveshje për shemb. Ka shumë fermerë dhe në shumë shatra që kanë bërë një marrëveshje dhe kanë dakordësuar me pjesën e tradicionale, do të thënë atë që e kanë pasur, atë që konte, pronari i vjetër. Ka dhe disa problematika që janë krijuar më shumë nga ligji 7501 të 91-shit, që zgjidhen vetëm me atë që ne propozojmë edhe dim që do kemi dhe kosto politike në fund të ditës. Por nuk kemi manipulator, nuk mund t'i them unë në ferment shiko, do të jap subvencione, do ta gënjej. Jo, unë do t'i them, do zgjidhim pjesën e tokës, do merrni të gjithë tapitë që e thon, certifikatën, regjistrimin, dhe kur neve të mbarojmë këtë punë, që besoj që do ta mbarojmë brenda një viti, në momentin që ata na do të besojnë, do nisin dhe do bëjmë shoqëritë e bashkuara të bujqësisë, që janë SHBB-t, me 2 kategori. Pra, një e marketingut dhe tjetra e subvencioneve dhe inputeve. Tani, kështu nga kjo nis zhvillimi. Po ta marrim këtë mendësinë time, pse ne na vjen natyrshëm edhe japim zgjidhje, sepse neve nuk ndalon mendimin ton. Si ndalon mendimin Niko Peleshit edhe të gjithë politikanëve? Ndalon mendimin në momentin që i del grotesku përpara me lek, me kapital politik, me vota, me çfarë doni ju. Pra, nis mendësimi dhe thotë një specialist, edhe na kanë punuar specialistë dhe thotë zoti thotë Petro. Shko si funksionon, thotë agronomi jonë, specialistët tjerë. Në qoftë se ne nuk e zgjidhim pjesën e tokës, nuk mund të bëjmë asgjë. Dhe në qoftë se ne bëjmë SHBB-t, si funksionon? Pse nuk ka funksionuar? Nis pyetja, pse nuk është bërë 34 vjet? Po pse janë interesat. Pra, mendësia kur nis një politikan të zhvillojë një politikë, ta hartojë atë dhe të bëjë ligje për atë dhe të punojë në komisionet e posaçme, çfarë ndodh? Del në mendje X person që i prishen interesat, importi, ka disa probleme, sepse ju po flisni për një reformim prap të 7501-shit, po flisni për prap fokus, po në vetvete është fokusi para rregullimit e pronës pas zgjidhur ndonjëherë, i cili ka kaluar në disa reforma dhe kalon në disa reforma, dhe në vetvete këto reforma vetë se ngatrojnë më tepër statusin e pronës. Jo, ne jemi shumë të qartë, ne do t'ja japim. Po mirë, është problemi ku do t'ja jepni, sepse ka pronar, ka ish pronar, ka shumë kategori caktuar. Shumë dakord. Dalim këtu. Tu del qartësia jonë që ne jemi të majtë. Ne nuk jemi manipulator. Ne nuk i themi fermerit në Pojanë, shiko, ti që je pronar do marrësh pronar në Bregdet. Ish pronar. Nuk mund ta bëj unë këtë gjë. Kam një fytyrë dhe kur i bëj atij do të them, gabimin e ka bërë Partia Demokratike. E ka vazhduar gabimin Partia Socialiste. Unë s'kam për pse ta vazhdoj. Kush e ka tani? Tel ta pija dhe mbaroj punën edhe punën. Shko. Nuk mund të qëndrojmë peng e këtyre gabimeve që janë bërë 34 vjet, 35. Duhet të japim zgjidhje dhe të vazhdojmë të zhvillohemi. Toka është shumë e rëndësishme që të zhvillohemi, sepse do prodhojnë edhe neve kemi si bazë dhe atë që ne kemi pasi është industria, dhe që të nisim të bëjmë industri përpunuese, duhet që bujku të ketë tokën, fermerit të punojnë, plektori të ketë të regjistruar kapshët që t'i japim inputet që i takojnë edhe subvencionet që i takojnë, kështu që të rrisim prodhimin dhe pastaj të krijojmë industrinë e përpunimit e kështu me radhë. Sepse kemi një, për shembull, më falni se nuk do zgjatem shumë. Do të zgjej një shembull tjetër. Ne kemi një pikë në program që themi që shkolla duhet të zgjaten edhe të ketë një vakt shkolla brenda. Do ta marrim nga këta fermer, nga këta përpunues, nga këtë industri, këtë do të mbështesim ne. Jemi të qartë në vizionin tonë. Ideja është që nëse ne nuk i japim zgjidhje tokës, i bie të manipulojnë të gjithë qytetarët e qarkut të Korçës. Të gjithë. Absolutisht. Ju i paraprit sa që unë do të konstatoja se thatë që programi patjetër në vetvete mund të ketë edhe rrisje politike, mund të ketë edhe të varën politike. Kështu që ju me dashje apo pa dashje profilizuat dhe zgjedh, sepse një parti, më falni, një grupim i cili i përket të majtës, pra atyre cilët do të rregullojnë faktin e pronës të ndarë, që është tashmë dhe nuk do të kthehen tek ish pronarët,
përjashton një pjesë të madhe të votuesve, elektoratin. Kështu që përfshirë edhe nga familja ime, nëse mund ta nis në këtë lloj, një familje të cilës janë konfiskuar shumë prona në gjatë komunizmit e tjerë dhe nuk ka mundur t'i marrë pas. Por detyrimisht e profilizuat, i larguat nga alternativa për të zgjedhur. Sa thash? Atëherë, po ta them edhe një herë. Unë jam Petro Luboja, jam Lipi Banush Yazxhi. Okej. Origjina ime është nga ana e mamas, vjen nga zona e Devot. Edhe gjyshi ka qenë ish pronar. Po. Shumë dakord, unë nisa dhe kam jetuar në Europë. Në gjithë historinë time me gjyshin, që ka qenë edhe ai një aktiv në politikë, ka qenë një nga themeluesit e Partisë Demokratike në qarkun e Korçës, ka qenë që pronat, për shembull, ka qenë sa herë diskutim në shtëpi pjesë e pronave. Dhe Sali Berisha e ka bërë 7501. Po, patjetër. Pra, gjithë ish pronarët, unë e kam guximin dhe e them që drejtohuni njëherë te ai që ju po e mbani. Ai ka kërkuar ndjes, ka kërkuar ndjes publike. Ndjesat hipokrite të çdo sharlatani të vjetër apo të riu, janë ndjesa hipokrite në fund fare. Unë nuk do bëj hipokriti këtu, unë dua zgjidhje që qytetarët sot të zhvillohen, ty të jepen zgjidhje. Unë di për shembull, sa i përket pjesës së familjes, kanë marrë një lloj dëshpërblimi. Apo jo. Kanë marrë një lloj dëshpërblimi. Nuk janë të kënaqur. Vetë votuan, çfarë do bëj? Dorim akoma do shikojmë më mbrapa. Të shikojmë artikulimin e disa figurave të reja gjasme, artikulimin e kanë akoma Berishan. Komunista, ule dorën ngrihet grushti. Çfarë janë këto? Këto janë fobi, neve duhet i mundim fobit që na kanë krijuar brezat e kaluar. Ti mundim ato fobi dhe të ecim. Kjo ka zgjidhje dhe zgjidhja është shumë e qartë. Je i qartë si subjekt politik? Po, jemi të qartë, jemi të majtë dhe ne këtë zgjidhje japim. Kjo nuk do të thotë që ne përjashtojmë. Mund ta thash që në fillim që shumë jashtëzakonisht shumë kanë rënë dakord në shatra. Për shembull, shembullin e Dibrës, edhe Kuksit, kanë rënë dakord që sipas zakonit toka i vete pronarit. Pse nuk ja jep tapin? Kanë rënë dakord. Pse i le peng të një ligji të ligjit që ka bërë Sali Berisha? Pra, ti i le peng sepse nuk ke vullnet politik dhe nuk ke edhe ekzekutivin e pengon një ligj. Ne çfarë do bëjmë? Në momentin që vjen fshatarët dhe thonë, shko, ne kemi rënë dakord sipas zakonit, pronari do marrë tokën e vet. Bujrum ejani, merrni certifikatën, largohemi. Dhe neve nga 40% që është sot që kanë tapin, 40%, 60% tjetër është alarmuese kjo shifër, po flasim që toka që nuk punojnë nuk marrin dot një subvencion, nuk marrin dot asnjë këshillim, asgjë. Çfarë bëjmë? Neve unë besoj që ne do arrim do e bëjmë 70-80% që në vitin e parë, këtë do e rrisim produktivitetin, sepse kanë rënë dakord. Pra, edhe ajo që po thua që ne largojmë një pjesë të votuesve, jo, nuk e largojmë, sepse nuk do vëmë ne nuk besojmë që pushteti merret me dhunë, përdoret dhuna, qoba, pjesa që shiko bëj këtë që të them unë sepse unë jam shteti. Jo, neve do të diskutojmë, do vëmë atje dhe do ulemi, do themi, okay, ky pronar këtu, për shembull, pronat e familjes time janë dëshmë kanë marrë. Atë që kanë marrë. A kanë rënë dakord? Atë kanë zgjedhur, e kanë bërë ata. Unë nuk mundet të jetoj me fantazmat e të kaluarës. Qartë. Përpos kësaj pjese, duket sikur zgjedhjet nuk e larg, janë edhe pak ditë. Aq pak sa do duket sikur është një ditë e vetme. Nga ritmi, nga shpejtësia dhe nga gjitha gjërat e tjera. Shpeshherë dua ta konstatoj në ato që ne e shohim edhe tek postimet apo tek reagimet tuaja, duket sikur shpeshherë shpreheni që shife se këta që janë nuk janë të mirë. Nuk janë të mirë për shumë arsye. Përfshirë tu edhe të rinj të cilët janë të kohës së regjistrimit të partisë tuaj, shpeshherë keni pasur edhe përplasje, keni pasur edhe një reagim tjetër publik për sa i përket tyre, të disa partive të vogla. Në vetë partitë e vogla pritet që të reflektohen. Lëvizja bashkë në nivel kombëtar të paktën sipas të gjitha anketimeve, rezulton që do të marrë 1 deri në 3% të votave, sipas anketimeve. Gjithmonë
nëse nuk i referohemi dhe shifrave të errta të cilët janë ato shifra të cilat nuk deklarohen. Sa? Pse s'deklaroj? Po mirë, ka shumë elemente të cilat nuk deklarohen. Po të isha në vendin tënd do thosha krysnia e partive të mëdha patjetër, mekanizma të ndryshëm të cilët nuk arrin të përçohen, pra nuk arrin të trokitet nga një parti e vogël si partia juaj në të gjitha dyert, për mungesë vetë burimesh njerëzore, për vetë mungesë burimesh ekonomike. Mund të them shumë arsye, por në vetvete duket sikur ju diskursin politik po e bëni jo vetëm nëpërmjet përplasjes me të mëdhenj, por edhe nëpërmjet atyre të vegjëlve, të cilët janë pothuajse në pozita të barabarta si ju. Shiko, unë e nisa dhe dua që të vazhdoj ta them që nuk janë parti politike. Po mirë, Janë parti oportuniste, çka është? nuk mund të jenë parti oportuniste, po mund të marrin një parti të Tisën bashkë kështu. Jo, Ku di unë, Shqipëria bëhet. shumë, është parti politike, ku i ka strukturat, kur e ka bërë kongresin, si janë zgjedhur kandidatët. Ja është Po më është tipologji historike e partive politike. Sidomos pjesën që më zot subjektin, domethënë koalicion, që është koalicion, më keni krahasuar, domethënë nëse ti do të marrësh fjalën oportunizëm, edhe ta mund t'i vesh edhe Shqipëria, nisma Shqipëria bëhet koalicion. Është pikë për oportunizëm. Unë jap llogari. Unë jam këtu jap llogari, kam anotarët që kam votuar, që po i përfaqësoj. Po, dakor. Kjo është partia, pra, janë disa njerëz që në një çështje të caktuar ideologjike kanë krijuar një parti politike dhe po artikulon atë që përfaqëson dhe problematikat edhe me guxim, sepse që të marrësh një guxim të tillë, duhet të artikulosh, kur artikulon, sidomos në një situatë siç është Shqipëria, edhe denonson, duhet të kesh guxim. Dakor. Politika është guxim, nuk është unë jam djali i mirë, unë jam nga Korça, më Pa votoj. si ka. Djali i mirë, djali nga Korça është një pyetje që unë kam bërë për Klajdin këtu dhe e kam konstatuar unë sepse ka qenë një nga zërat opozitar në qarkun e Korçës. Jo, për Klajdin unë e njoh, kam shumë respekt, Patjetër, është por nga zërat vërtet, por që duhet guxim, duhet të ka përcjellë guxim. Unë nuk i referohem Klajdit sa herë kur flas për këtë, sepse janë disa individ që bëjnë edhe diferencën atje brenda, nuk e vjen në diskutim. E i referohem në përgjithësi pjesës se e zut ju si shembull. po, Shqipëria bëhet. Tani, sa e përket Klajdit, unë nuk kam problem të shiko. Unë kam kompleksin inferioritetit, domethënë nuk mund të them që të gjithë janë të përlyer. Unë edhe brenda partive tradicionale kam respekt për sa individ, pavarësisht se janë mbytur dhe janë shtypur. Edhe bile mund të flas edhe për punë të mira që janë bërë nga Partia Socialiste në Korçë. Nuk e kam kompleksin e inferioritetit, por unë të them që nuk ka vazhdimsi. Është mbytur vazhdimësia. Pra, është ajo mëndësia që të thash unë, që ata nisin një projekt. Ka nisur një projekt në Korçë, ta marrim si shembull, që është pjesa e sportit, që është ajo e fëmijëve. Si e kanë quajtur se s'po. Qendra e fëmijëve. Shumë mirë. Çfarë kemi atje? Është për mendimin tim një projekt që i ngeci. Pse ngeci? Ti do shikojmë produktivitetin. Pra, kanë masivisht fëmijë që marrin pjesë në sporte? Jo. Kemi traditën në atë gjë në sport si Korçë? Si s'kemi traditë neve. Kemi pasur peshkritës, kemi pasur waterpolo, kemi pasur. Ja që nuk ngec. Kemi pasur, nuk ke, sepse ata bën një fasadë dhe mbarovi atje. Pra, tenisi nuk po përdoret edhe nuk ka masivitet, domethënë nuk kanë lidhur shkollat me sportin, sepse është pjesë. Pra është një diçka që nuk e furnizon. Çekiç edhës, ngjylez, kemi pasur gjimnastik, kemi pasur atletik. Pra ne kemi pasur një traditë, nuk dim se si të vëmë te shkolla dhe të marrim të rinj të bëjmë masivitet në sport, nuk pati vazhdimsi. Pse? Sepse nuk ka vullnet. Ju ka ngelur coka dhe mendja, sepse përfshin interesa, sepse po të shikosh atje kush e përdor atë ambient. Një OJQ që merr fonde në bashki. Pra, ti kudo që futesh dhe thua pse nuk ec, unë jam qytetar, e para punës politika e qytetari. Absolutisht. Dakor? Dhe unë nis dhe them, është bërë kjo punë në Korçë. Dhe është premtuar kjo, domethënë zhvillimi i saj do jetë në këtë lloj forme. Edhe sportin. Ti shikon sportin, ju dha një OJQ-je dhe as punësim pra të mësuesve që japin gjimnastike, as punësim të tyre nuk ka pasur, as masivitet nga të rinjt nuk ka pasur. Pra asaj, shikon edhe një projekt tjetër që është akoma më skandalos, që thonë, identiteti ton, korçar në sport, kemi pasur një identitet, e kemi pasion garën.
Në këto momente neve na është tjetërsuar dhe na është barazuar me një komargji. Pse? Sepse ti favorizove një person që quhet Adriatik, si quhet ai? Takaj? Takaj. Jo, futbollin. Pra, ti në tërë atë të sportit, kur shikon sportin, shikon interesa. Pra, sa herë vjen ajo, vjen ideja e zhvillimit, të bëhet një propagandë dhe thotë këtu që okay, këtu shumë gjë e mirë, u punua, u restaurua dhe është bërë shumë okay. A ka vazhdimsi? Jo. Pse? Se ka interes njëri në futboll nga ana tjetër që bën pazare dhe na i ka bërë identitetin copë si të një komargjiu, ke dhe njëri që këtu që ka marrë disa fonde. Pra, del direkt te interesi, nuk, domethënë, vizioni ndalon. Pse? Sepse përfshihet dikush. Më ka interes. Pedro, është shumë edhe në basketbol, po të shikoj. zakonisht një pyetje, lëviz vet apo me bodyguard? Jo, nuk kam fikën, nëse thua. Unë vi nga një familje të përdjekursh. Mamaja ime ka punuar në RBQPC. Babaja im në fabrikën e qeçit. Dhe kritikën e kemi si familje kështu, edhe gjyshim. Kemi qenë të përdjekur sepse nuk kemi llogaritur diktaturën dhe nuk kemi prekur. Ne jemi nga të përdjekurit që kemi qenë në qytete dhe nuk është prek, sepse që çdo lloj sistemi që është totalitar dikë prek. I bën llogaritmi. Patjetër që dikë. Unë siç e pe, kam ardhur vetë dhe do iki vetë. Jo, Bodyguardët i silli të tjerë këtu mund prandaj kur vjen në fshata këtu. Jo se edhe ata friksohen nga dikush, sepse ata kanë konflikte të risi, kushdo daje tavën në fund të datës 11-12 maj. Unë prandaj Gjithsesi me drejt vetëm të pyes, konkluzionit i bëni ju, a? Janë ca gjëra kam nevojë për bodyguard. Politika do guxim, unë i kam marrë parasysh dhe e kam guximin të artikuloj problematika, po dhe denocimin kur e bëj edhe me embër, por nuk më le se do prik edhe një Hajde jepi. Kush e dush, këtu je mos herë pa censur, podcastet mua më pëlqejnë vetëm për arsye sepse jo vetëm që nuk kanë censurë, por që kanë edhe thjeshtësinë. Pjesa e ballat të sportit. Edhe shikojmë sportet atje si basketbolli, voleybolli. Kam bërë kulumtim në 2 vjet. Edhe shikon pse kanë. Unë eci sa me menen, bëj kulumtim dhe them, pse nuk eci? Ku ngeci? Kush është drejtoresh atje? Pse ka firmë? Pse i merr ato fonde? Si i merr fonde? A ka konflikt interesi? Po policia çfarë bën? Po prokuroria çfarë bën? Nisi pyetje. Unë kam marrë përgjegjësi të jem politikan. Kam marrë përgjegjësi të them këto gjëra. Këto janë. A i artikulon Partia Demokratike këto? Pse nuk i artikulon Partia Demokratike këto? A nuk përfaqësojnë qytetarët Korçar? Si përfaqësojnë qytetarët Korçar? Por në Pogradec. Do ecin? Apo kemi frikë? Frikën e kujt? Cilat janë bandat që kanë hyrë në politikë në Pogradec? Pse kanë hyrë në politikë? Pse vrihen njerëzit në rrugë dhe nuk arrestohet tjetri? Ose policia bashkëpunon për ata që mos arrestohen? Pra, këto duan guxime dhe kush nuk ka guxim mos merret me politikë dhe të hap krahun. Të hap krahun që të lejë qytetit të marrë frymë dhe të përfaqësohet nga njerëz që kanë guxim. Këtë çastje që kam unë këtu në këtë podcast do e kem në parlament në momentin që qytetarët Korçar do votojnë. Dhe unë jam shumë i sigurt të do dalë në pyetja juaj që ne do nxjerrim mandat. Dhe pse? Se jam bërë si pyetje dhe bërë diskutim para. Jo, e thej 1-3% në rang kombëtar. Nxjerrin sondazhet. E para punës unë referohem sondazheve fare. Jo, unë do të referohem sepse unë referohem një punë që kemi bërë në terren këtu, po të them 2 vjeçarin e fundit. Kemi bërë shumë fushata. Minimumin jetik, për pensionet, dhe unë kam kontakt me njerëzit. Shumë besojnë, nga që jetoj jashtë Korçës, besojnë se kur nuk jam në Korçë. Unë jam në Korçë. Lëvizja bashkë është në Korçë. Unë personalisht fizikisht mundet mos jem, por strukturat e lëvizjes bashkë janë në Korçë këtu e vite. Ne punojmë në lagje, në pallat, në kafe. Të gjitha këto që unë artikuloj këtu vjen nga bazat e mia, e lëvizjes bashkë. Nga bazat që kemi ne në terren, i dim këto probleme, sepse nuk i shpika unë. Unë kam bërë një punim, një kulumtim sa i përket pjesës të institucioneve, si kam funksionuar dhe kam marrë proces verbalet e tyre dhe i kam parë këto problematika. Dhe me atë që unë ndjej, ne në Korçë do nxjerrim mandat dhe për arsye se e shikon te njerëzit, shikon te atë që ne njerëzit duan njerëz të
duan t'i përfaqësojnë nga njerëz të guximshëm, që e bëjnë denocimin, po jo vetëm denocimin, ja bëjnë edhe zgjidhje. Ne kemi një vizion për Korçën, edhe për tërë Shqipërinë. Unë e kuptoj këtë pjesën e denoncimit, e kuptoj edhe këtë pjesën e zgjidhjes. Por kuptoj edhe faktin që ata të cilët ju po denonconi dhe që akuzoni që shpeshherë janë bashkë, janë bashkë në Jo, nuk është fakt. Jo, e thoni ju, unë nuk e marr guximin në këtë gjë. Jo. Për arsye të ndryshme nuk marr. Ti jap shumë argumente dhe fakte që janë bashkë. Ata mund të kenë interesa që lidhen, por nuk mund të jenë bashkë. Në qasjen time, gjithmonë. Po bëni një luftë, siç po e bëni. Dhe që thoni do të përkthehet një mandat në 11 muaj. Apo jo. Kam pasur këtu në studio, kam pasur përfaqësues të forcave tjera politike. Qoftë reja, qoftë vjetra. Diskursi më i madh qëndronte vetë fakti që do marri 6 Partia Socialiste dhe 4 Partia Demokratike ose do të ndahen 5-5. Por në asnjë rast unë nuk kam dëgjuar që do marri kaq ky, po do marrin edhe kaq këto partitë e vogla. Megjithëse partitë e vogla dhe të reja janë shprehur që shifet se të gjitha do të përkthehemi, do të marrin mandat në qarkun e Korçës. Sepse ka një pakënaqësi, ka një humbje të besimit për sa i përket vetë këtyre partive të mëdha, Dhe në vetë thuhet që shife se këto partitë e mëdha nuk do të marrin dot pjesën më të madhe të elektoratit gri, por kanë edhe dëshmimet e tyre që do të kalojnë. Kjo do të dëmtojë lëvizja bashkë, nëse do ta marrë mandat, ku do të heqë këtë mandat? Ku ka dalë përfaqësuesi drejtuesi politik i Partisë Socialiste, Niko Peleshi, dhe ka prezantuar kandidatët e Partisë Socialiste, e kam dëgjuar me vëmendje, ka folur gati 20 minuta live në tërë mediat, dhe e ka përmendur, mos gaboj, se e kam edhe çik se pasion me shifrat, që mos dua të gaboj, më shumë se 5 herë, do marrim 7 mandate. Do marrim 7 mandate. Nëse ti në një politikan e dëgjon këtë, që do marrim 7 mandate, do të kalojë pjesën e forcës, që do të thotë shumë i dobët, është shenjë frike. Artikulimi që vjen si nga gazetarët, si nga analistët dhe nga vetë politikanët tradicional, është që të demoralizojnë qytetarin edhe ta quajnë votën e hedhur në lëvizja bashkë si një votë të djegur. Qytetarët e dinë shumë që sa ai nuk përkthehet në mandat është votë të djegur. Normale në momentin që ata ne na vresojnë sepse edhe ne kemi punuar në një lloj forme komplet ndryshe që ata nuk po e kuptojnë apo jo vjen. Ata e kanë nuatur që do ketë ndryshime. Ata e dinë shumë mirë që rreziku më i madh i vjen nga lëvizja bashkë. Sepse ne kemi struktura. Nëse ju po thoni mandatin në emrin e Partisë Socialiste. Ne në po marrim mandat në emrin e qytetarëve shqiptarë dhe korçar. Po. Të qartë të mandat. Por nuk do të thotë kjo që votat nuk janë patate. Jo, nuk ka Partia Socialiste. Unë mund të kapet historikun, po të shënisë që nga 91 deri... Jo, mos i bim. Por unë po të them këtë, votat e qytetarëve shqiptarë nuk janë patate, sidomos në datën 11 maj. Jo që nuk janë më patate, por do ju kthehet një patate të nxehtë që nuk do mundohen ta mbajnë dot. Pra, vullneti, unë garantojmë për vota, garantojmë vetëm në vullnetin tim se çfarë do bëj. Të tjerët janë të lirë të bëjnë çfarë duan, edhe unë e di shumë mirë që në datën 11 maj do votojnë masivisht lëvizjen bashkë, sepse edhe denocimin dhe guximin e ka, edhe artikulimin e ka, edhe strukturat i ka, por ajo që është më e rëndësishmja, tëra këto i marrin shumëzoj me zero, është vizioni dhe zgjidhja. Janë 177 faqe që jemi treguar modest, që japin zgjidhje të gjitha problematikave dhe japin një vizion Shqipërisë që e shpin në një modernizim dhe kur themi bashkim evropian, ne duam të bashkohemi me qytetarët evropian, por duke u modernizuar dhe duke u emancipuar dhe duke qenë një qytetar aktiv që kërkon llogaridhënie dhe transparencë. Shumë një qytetar të vetëm që beson tek vizioni dhe nuk beson tek figura. Por këtu nuk mund të flasim dot për këtë vend, i cili më let bliet me një test me miell. Jo. Edhe nuk do të ndërpres fakt. Unë refuzoj që qytetarët shqiptarë të konsiderohen si njerëz me probleme mendore. Kjo çështje është ofenduese. Ai është trajtim nga partitë më dhënë që sot e kanë bërë çfarë. Do ta marrin në 11 maj përgjigjen.
qytetarët shqiptarë, sidomos do të vëzë një pjesë të caktuar që ofendohet nga mëngjesi në darkën në tërë panele televizive dhe nuk ju vjen zonë, nuk ju vjen. Janë ata që punojnë në administratë. Ata që punojnë në administratë quhen njerëz të blerë dhe njerëz me paparime. Jo, zotri, ne e kemi të faktuar. E di ti çfarë në antarët e Korçës, e di ti pjesa e më e madhe punon në administratë. Pjesa më e madhe punon në administratë. Ne i mbrojmë me fanatizëm sepse e dim që ju kërcënohet vendi punës, edhe buka e gojës, jo vendi punës, buka e gojës, se kur të kërcënohet vendi punës, kërcënohet buka e gojës. Kështu që ne i mbrojmë me fanatizëm dhe dua të them që janë njerëzit më të shkënjyer në këtë moment janë në administratë. Absolutisht. Nuk ka humbur Berisha. Në 2013 e di kur përdori forcën dhe ju kërcënoi njerëzve bukën e gojës. Atje u indinjuan të gjithë dhe i dhan 1 milion vota, një manipulatori tjetër, po jam plotësisht dakord. Qytetarët nuk kanë plotësisht dakord me ju. Neve do të referohemi me shifrave. Qytetarët shqiptar kanë ndruar subjektet politike, por janë manipuluar. Po, patjetër që janë manipuluar. Në 2013 janë manipuluar të gjithë. Të gjithë jemi manipuluar. Prisnim një zhvillim dhe një vazhdimsi edhe të politikave, por dhe të zhvillimit ekonomik edhe me të. Dhe patëm një migrim të jashtëzakonshëm, bashkë me mua në këtë rast. Duhet të ndrojmë pak të ofendojmë, nuk do të ofendojmë. Nuk po ofendohet në administrata askur. Patate Ja do të japun një alternativë tani. Çfarë ndodh? Sipas analizave të plota të kësaj gjëje që njihet si punë produktive administratës, ne rezulton që rreth 40% e administratës është eficiente. Pjesa tjetër është administratë që mbushet me këtë dali. Këtë drejt. Por kjo 60% që bën edhe dominancën mes administratës, patjetër janë ushtar të bindur të atij të cilit janë futur në punë. Dhe nuk ofendojnë asesi. Janë këta ato marioneta, janë këta ata individ të cilët i rëndojnë 40% tjetër mbjekurisë, madje punën e këtyre 60% detyrojnë këta 40% të tjerë që ta bëjnë, që patjetër janë ekspertë, njohës të mirë të administratës së punës së tyre. Dhe që të thuash që administrata nuk merr vetë formën e ujit që të përshtatet me atë që me gotën që është partia 1 apo partia 2, jo më. Jo, e di pse jo. Jo, ja ta them unë pse. Një parti politike, nëse vjen në momentin e parë që do vi, do ta shikojë që është i paaft, do ta shikojë që nuk përkthehet në punë administrative në një mënyrë apo në një tjetër do ta heqë nga puna. Sepse është mësuar që është militant, nuk tjetër do të ndryshe. Okej. Të jap një po patjetër pse jo. Kjo ndodhte sepse të dyja partitë tradicionale, domethënë kishin militant që aspironin për vend pune. Pra, e vetmi arsye që bën militanti, domethënë militantizëm, bravo, e bën vetëm për arsyen e vendit të punës apo dikush një njeri i varfër që s'ka merrte thesin me miell. E di sepse nuk ka pasur alternativë. Nuk po i ofendojmë, ja. Tani po del në tjetër që thashë edhe unë. Shiko, po duhet të kapim situatën. Unë nuk po them në datën 11 maj ka alternativa. Ka alternativa, ka pasur gjithmonë. Jo, nuk ka pasur alternativë. Në 2013 ishin 44 parti. Më fal, 51 parti. Po e shikon që prapë po ofendon inteligjencën e qytetarëve. 51 parti. Kush është parti pra? Unë po të them, ti ishe partin që unë po ka qenë parti komuniste po. Jo, unë po të them, ishe partin që unë përfaqësoj në këto momente. Dhe më thuaj funksionimin e partive të tjera. Më thuaj, i marrim me radhë, si thuash. E nisim, ishim dy partitë tradicionale që kanë bazat. Unë jam jurist, unë i besoj aktit zyrtar. Kush ka një dokument që quhet parti politike, është parti politike, qoftë edhe pa vizion. Pra, jo, nuk ka vizion, nuk ka baza, nuk ka strukturë. Përderisa është regjistruar PQZ-s partisë politike. Në këtë moment po e marrim si të mirëqenë dhe e zëm të gjitha këto partitë që ju përmendit, edhe koalicione, nxjerrin një deputet. Çfarë përfaqësimi do bëjnë në parlament? Ai një deputet 3-4. Cili përfaqësim? Një përfaqësim pa ide dhe pa një synim të veçantë. Pra, unë nëse po të gjithë kanë ngritur programe, të gjithë kanë ngritur programe. Nëse deputetin e Lëvizjes Bashkë, ti e ke, programi jon do jetë dhe sikur qytetarit të vendosë që ne të bëjmë pozitë. Pra ne kemi të qartë se cilat komisione jemi të përgatitur, në komision do futemi dhe kë përfaqësojmë. Unë dhe ty te komisioni për shembull që ka një problem një biznesmen që ka 1 miliard euro e s'ka ç'i bën. Unë do vetë të punëtori, do fokusohem te kodi punës.
Sepse atë ide kam, jam i qartë. Partitë e tjera janë të parti oportuniste që do shkojnë te treku i Çoravës. A është e vërtetë? Treku i Çoravës në datën 12 maj, çka kanë nxjerrë këto parti oportuniste, do shkojnë atje, është një mushkë, një deputet i këtyre partive, edhe do nisë si Berisha apo Rama, po ti duhet ndonjë 2-3 deputet, ti ofrojmë sa më shumë. Kjo është, kurse ne, jo që e themi vetëm sa për retorikë që nuk lëviz njeri, por duke kemi ne seriozitetin tonë me këta. Ne nistim fushatën datën 11. Dhe në asnjë, si në rrjetet sociale, po dhe në artikullimin tonë, nuk kemi kërkuar votën. Pse? Sepse ne respektojmë demokracinë, ligjin, ligji është numri 1 që ty të ndalon. Pra, çdo gjë vërtet rregullit edhe ligjit. Pra, kjo është problemi nga jona, po se problemi i tyre, është problemi juaj që s'keni nisur më shpejt. Jo, problemi jo nuk është se ne Po jo, partia se reformën mund ta niset edhe më shpejt, 6 muaj përpara, siç mund ta ketë nisur Partia Socialiste apo po ne respektojmë, jo, platforma jam dakord, ne kemi platformën, fushatën, në vetvete, daljet në terren, gjithë gjërat. Nuk po e diskutojmë këtë pjesë. Këtë pjesë jam dakord me ty dhe kemi nisur. Pjesa unë jam nga ata brenda subjektit tim politik që jam shumë kritik edhe i kujdesur. Ne duhet të zbatojmë rregullat. Edhe pse kundërshtarët tanë nuk i zbatojnë rregullat, ne duhet të tregojmë karakterin tonë. Rregull, sepse brenda antarësisë tonë, po ka pasur luajtje që jo se kërkojmë votën. Nuk do ta kërkojmë votën. Vota kërkohet tani në fushat, del më del, takojmë njerëzit, ju prezantojmë, ju tregojmë historikun tonë. Se kemi ardhur. Këtu do ta bëj një pyetje. Cilat kauza na sollëm këtu, se si jemi rastësisht, kam ardhur, as unë nuk kam ardhur si personalisht të lej familjen time, edhe të shkëputem 1 muaj nga puna dhe të sjell këto ide, nuk më intereson, nuk kam ambicie, më quajtë që në fillim thotë jeni njëri ambiciozë, nuk kam ambicie, nuk jam një person që kam ambicie, sidomos për jo ambicie subjekti juaj, kur flas në atë lloj pjese shoh tek ajo gjë që ju diskutoni dhe denonconi çdo ditë dhe për mendimin tim kjo përkthehet në ambicie. Kjo, dëgjoj, subjekti jon politik është një instrument për ne. Që të ecim dhe të marrim instrumentin më të madh që do na materializojë këto ide këtu. Këtu nuk janë as rastësi as gjë. Është një punë 15 muajsh. Këto thënjat që më shikoni mua më kanë dalë këto 15 muaj, sepse kam punuar në pjesën e turizmit, që po doni dhe ecekim. Ideja që ndron po turizëm, ne jemi ekonomi bujësore këtu. Ne jemi bar kafene, Niko Peleshi dhe do një titër nga po kaq. Ideja është vizioni bar kafene. Korça është bërë një bar kafene dhe është turp. Mos ketë industri të mesme të paktën Korça. Absolutisht. Apo një industri të vogël. Është e turpshme. E turpshme dhe irituese. Dhe ne jemi krijuar nga kauzat. Lëvizja bashkë është krijuar nga kauza. Prandaj ka lëvizja bashkë, është krijuar nga naftëtarët, është krijuar nga mekatorët, është krijuar nga studentët dhe këto janë protesta. Është krijuar nga ajo dhe unë bashkova. Shikoj, unë jam Petrol Boja, një ditë të bukur në Tiranë për një protestë. Fajtet e protesta, që ishte për armët kimike, dhe u njojta me organizatët politike. Dhe kështu, në rrugëtimin tonë, në kauzat të ndryshme, na janë bashkuar të gjithë njerëzit. Dhe nuk jemi një parti atipike nëse na krahasojmë me të tjera. Po jeni pak radikal në këtë pjesë? Radikal që në momentin që unë jam radikal sepse po shkojmë në një sistem totalitar që është oligarkia ekonomike dhe normale që nëse unë dua ta thyej dhe ta çaj atë sistem, duhet të kemi guxime dhe të jem radikal, sepse nëse nuk jam radikal, i bie që të jem një djalë i mirë, që thjesht po kërkoj disa vota për nuk e bën kjo të ngjashme pak me kundërshtarët, me ata të cilët ju konsideroni pak radikalizmi është në retorika ime dhe në artikulimin tim politik. Nuk është radikalizëm me konceptin të marrë një gurë dhe t'ja jep dikujt në kokë. Jo, nëse ju e quani radikalizmin ekstremizëm është një parti me individual që nuk ka një program edhe do të përfitojë dhe përdor nocione nacionaliste edhe nocione të ndryshme që janë edhe fashiste për mendimin tim, vetëm për të kapur pushtetin. Dhe në fund fare nuk e dim se çfarë mund të bëjë nëse e kap pushtetin. Kurse për ne jemi shumë të qartë. Jemi një subjekt demokratik dhe e shikojmë edhe mënyrën se si funksionojmë të këto vite, që pushteti jonë është horizontal. Dhe shumë e qartë, unë nuk e kuptoj domethënë radikal. Nuk e kuptoj këtë si ja vini nocionin, nëse kemi përfilës pjesën e ekstremizmit, ja nuk kemi.
Është retorika dhe artikulimi jonë dhe denoncimi jonë që na Ja, bën në syt e publikut të dukemi pak më më të ashpër. Ashpërsia duhet, si mos bëhemi ashpër unë kur shikoj që mamaja ime merr 105.000 lekë pension, mos jemi ashpër, si t'ja kërkoj unë ti me butësi. Nëse neve nuk bënim protestën e pensionistëve, nuk do jepesh ai bonus. Nuk do ngrihesh siç është minimumi jetik. Të gjithë pretojnë minimumin jetik, janë çesharak. Por ama që të arrit ai minimumi jetik duhet të lexosh një program që kemi bërë ne sa i përket minimumit jetik, që sa e gjëra duhen bërë që të arrihet ajo gjë. Nuk është e kollajshme. E kemi punuar ne, e kemi 2 vite gjysmë ja kemi shpërndur atë parlamentin që ja kanë humbur vlerat fare aty parlamentit dhe nuk e ka prekur njëri me dorë ta ngresi çështje. Ku është kjo? Ku janë këta përfaqësuesit e qytetarëve? Do guximet ashpërsi, patjetër që do guximet ashpërsi. Çfarë po bëjmë ne, kemi ardhur këtu të bëjmë një kurim profili dhe një ambicie individuale të arrijmë diku. Jo. Ju më folët pak, por unë do të kthehem pak se pjesës si shihni listat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, pra figurat të cilët janë përfaqësues në ta. Edhe mund t'i injoroni si pyetje, por detyrimisht janë ata të cilët do ta japin një refleksion. Do të japin një refleksion mbase do të marrin edhe numrin më të madh të mbështetjes së qartë. Ata nuk do marrin asnjë numër të madh në mbështetjen e qartë. Si shihni si figura? Ata shumë nga ata persona që janë atje e bëjnë si me sforcë atë që po bëjnë, jam i sigurt. Unë mund të them që dyshoj që edhe Niko Peleshi është i sforcuar. Thjesht është i kapur. Ai ka 3 çështje që mbase dhe japen në SPAK ose mos është edhe në hetim, por nuk e di, po dyshoj. Se ç'është thirrur shumë. Ministri qeverisë së Ramës është pa. Po jo, thjesht tani janë listën nga fillimi, që mos e nisja as në mes. SPAK është bërë dekoratën. SPAK është bërë mos e pyet. Domethënë ka një radhë shtyhen në radhë kush do i parë në burg. Ideja qëndron këtu, që si në listën e Partisë Socialiste, si në listën e Partisë Demokratike, unë besoj që nuk e përfaqëson asnjëri Korçën. Qarkun e Korçës asnjëri. 0. Janë të gjithë individ të vënë nga kryesia e partisë, e çdo partie. Po jo, njëri proces pati primare. Shikoj, do të bëhem pak nostalgjik tani. Okay. Nuk e kam problem, se jam shumë i ri. E di ku më vjen shumë keq të Partia Demokratike. Kur kam parë listën e Partisë Demokratike, kam thënë ku ka kandidatur kontributi i gjyshit tim. Ku ka kandidatur? Është turp për Korçë. Disa personazhe që vënë futen në familje të varfra, ju japin atë 50.000 lekë që të hanë vaktin dhe bëjnë propagandën mbi varfërinë dhe nuk japin zgjidhje për asgjë. Janë qesharak. Por më të irituese, pjesa e Partisë Socialiste është irituese. Në qoftë se kandidatët e Partisë Demokratike janë qesharak dhe të vjen, mund ta kem edhe unë për arsyeën e familjes time, por pjesa e Partisë Socialiste është irituese. Është irituese. Ata janë të gjithë me një këmbë në burg. Me atë që shikojmë edhe dëgjojmë. Le që nuk përfaqësojnë fare qytetarin korçak në asnjë moment. Nuk kanë asnjë lloj kontributi. Por prandaj dhe kështu që të natyrshëm, edhe mua personalisht, natyrshëm vjen edhe të merresh vetëm me Niko Peleshin, sepse thua, atë e ka ideuar dhe e ka krijuar Niko. Ka bërë influencë në pra, ti natyrshëm kur mendon kë ke kundërshtar, thua, është Niko Peleshi kundërshtari këtu. Nuk është Partia Socialiste, ata të tjerët janë thjesht ca kukulla që përdoren nga lart e poshtë, nuk më intereson. Kështu që unë prandaj dhe artikulimi tim e fokusoj dhe them problemi është Niko Peleshi si përfaqësues politik që në 12 më shumë edhe si kryetar bashkie, por gjithsesi këto vite që ka qenë edhe ka kaluar shumë ministri, është problemi. Ne si qytetar korçar do duam në datën 12-13 maj të përfaqësohemi prapë nga njerëz që kanë dyshohet edhe poetohet që kanë shpërdoruar vullnetin tuaj që ju e keni besuar, kanë shpërdoruar detyrën. Iku kjo. Dhe tjetra, heqim këtë pjesën se edhe nuk e kam edhe shumë me
me qef. E di pse se nuk e kam, sepse nëse unë kam qenë të merrem me politikat. Edhe them këtë. Çfarë kanë dhënë, çfarë japin, cili është vizioni? Nuk kanë më vizion. Nëse ne mendojmë, okay, çfarë do ndodhë me qarkun e Korçës në vazhdim? Vjen një propagandë thotë do futemi në Europë. Po më ajo e futura në Europë, dhe nëse ti e bën, edhe ajo ti e bën, po ta dhanë ata për arsye gjeopolitike, rrezikohemi, sinqerisht po ta them, rrezikohemi që të ikin të gjithë. Rrezikohemi, nëse ti merr pasaportë europiane dhe me atë pasaportë europiane ti ke të drejtë të vesh të punësohesh kudo në Europë, rrezikohet qarku i Korçës, sinqerisht, domethënë të ngelen vetë pensionistët, edhe të vinë vetëm të bëjmë fushime pashkë, domethënë kjo nga ngeli. Dhe është shumë rrezik i madh kjo. Kështu që ne duhet të bëjmë një vizion të qartë që e kemi, që të nisë zhvillimi dhe të ketë një lloj Aktualisht jemi kundër pasaportës europiane, ha? Unë? Po, aktualisht. Në këtë situatë që jemi, kështu po thoni. Unë po them këtë, që ne që të shkojmë te Bashkimi Evropian, duhet të shkojmë si qytetar të emancipuar dhe të bashkojmë kulturat. Bashkimi Evropian është një bashkësi sociale, Ideologjike sociale. nuk është një kështu. E di si mendoj këta. Nuk thon Bashkimi Evropian kur e dëgjoj ndonjë Ramon ose Niko Perleshi që bën ato të pesë kështu, e di si mendoj. Këta mendojnë lekët që do marrim në Bashkimin Evropian. Domethënë nuk mendojnë se çfarë do ndodhë. Sa lek do marrim? Do na japin shumë lek. Edhe do kemi këta që që na rrethojnë, do marrim lek. Tash dilin të bëjnë një vota se po futemi në Bashkimin Evropian, do marrim shumë lek. Harrojnë ata që Bashkimi Evropian ka një eksperiencë si me Bullgarinë, si me Greqinë, si me Rumaninë. Po. Në fund siç e prem para 2 vitesh, është edhe në tim ajo gjë. Na rrezikon përfaqësuesi politik i Partisë Socialiste edhe në atë çështje mos na bëjnë një çekburg. Po gjithsesi Erioni vetë nuk lihet. Kjo është ideja. Ne si qytetar, të gjithë duhet të kemi këtë. A do pranojmë më ne të vazhdojmë dhe të votojmë njerëz pa guxim, edhe njerëz që rrezikojnë burgun. Petra, diaspora. Diaspora është komponenti kyç në to zgjedhje, 20.000 të regjistruar aktualisht, sipas gjithë llogaritjeve mund të jenë diku në 15.000 votë eficiente pjesa tjetër për shkaqe ndryshme operative mund të mbasin të drejtën për të votuar apo të ta refuzojnë të drejtën për të votuar. Paktën duke parë edhe mesatarët me vendet e tjera, ha, nuk është se po shohim me një eksperiencë të mbarshme. Si e shihni diasporën ju? Diaspora është Ju në fakt u nisët për në Greqi, ju la makinë e rrugës. Jo, unë personalisht u tregova e zgjuar, unë kam avion, po u torturua. Kjo ishte. Po të bëre, më kujtova Athinën. Në Athinë, unë personalisht u përfaqësova për mirë. Pyetjet që na drejtoheshin ishin të gjitha për programin edhe se çfarë ne do bëjmë për diasporën. Keni regjistruar njerëz ju? Keni ndihmuar Keni ndihmuar njëri të regjistrohet, sepse ajo që dukej më thjesht, dukej që Partia Socialiste kishte mekanizma më të shumë për të ndihmuar apo për të regjistruar njerëzit. Po, shiko, e di si kam bërë një sugjerim. Kam bërë një sugjerim brenda subjektit politik, kur për antarët, sepse neve shumicën e antarëve kemi në diasporë. Edhe kur bënim kontakt me ata, e pyesnim a jeni regjistruar, a ju në vetë. Edhe i thash, ne duhet kemi një çast kështu, t'ju themi që regjistroni nëpërmjet patronazhistëve të Partisë Socialiste, sepse është e sigurt që do të vi zafi. Sepse ka shumë variante që hodhen tavolinë, thanë që mbase patronazhistët bëjnë një punë që etiketojnë dikë që nuk do t'ja marrin votë, edhe nuk ja dërgojnë zafin. Por tash problem shumë për qesharake. Për të ndihmuar njeriu nuk është e nevojshme sepse neve po jo, është shumë e nevojshme sepse neve jemi informuar. Ai procesi ishte i tmerrshëm. Procesi shumë i lehtë. E kam bërë të bashkësortes edhe procesi është shumë i lehtë. Neve të gjithë anëtarët kur kemi kontaktuar, të gjithë kishin bërë regjistrimin, por edhe shumë kishin bërë për te shakas. Domethënë është e kemi kështu si e bëjmë edhe për të qeshur, por për te shakas shumë anëtarë kishin përdorur këtë metodë. Kur ju ishte kërkuar për shembull nga patronazhistët këte që të vend diku të regjistrohen, kur kanë bërë regjistrimin i kanë thënë faleminderit në fund fare për regjistrimin, edhe puna vetes kanë mbajtur që
domethënë do ta shikojmë në 11 maj se ku do vë ky zat. E pas keni çuar kalin e trojës. Po sa i përket diasporës në përgjithësi, domethënë Po. në rregull. Shko, diaspora ka shumë të lehta. Diaspora duhet të ulet dhe të mendoj vetëm një gjë. Për kë arsye fëmijët e tyre nuk i kanë gjyqësit afër. Për kë arsye ata janë aty ku janë? Dhe për kë arsye Driqetaj, një nga vendet më të bukura në kontinentin evropian, mos ketë popullin e vet në shtëpinë e vet. Këto janë arsyet politike, unë besoj shumë në politika. Unë tek zgjidhja e vetme e situatës në Shqipëri është politika. Ama politika. Si është dhe problemi. Si është edhe problem e kanë bërë këta sepse këta politikën e kanë përdorur për edhe për krime. Do të pyes. Ju do më thoni gjithë qarkun, por unë dua zonën kryesore të influencës. Cilën nga bashkitë është zona kryesore e influencës për lëvizjen bashkë? Qoftë në vota, qoftë në elektorat, qoftë në mbështetje, qoftë në frymën që keni ndjerë, qoftë në çdo gjë. Pra cili qytet nga këto 6 qytete, pra 6 bashki që ka qarku, mendoni që do të ketë mbështetje më të madhe? Ta bëj këtë pyetje sepse Partia Demokratike duke sigur zonën e influencës se kanë devo për shkaqet historike. Ta bëj këtë pyetje se duke sigur Partia Socialiste zonën e influencës ka maliqe. Ende e paqartë zona e Korçës. Kolonja e Majt prej vitesh, që ka treguar një histori të Majt. Po Gradeci duke se kur ka një mbështetje akoma më të madhe e Majta këtë vit. Ku e keni zonën e influencës? Ani, ta marrim me radhë. Vazhdo. E ke mundësim pa censur pa gjë. Po Gradeci e përfaqëson jeton tek Mezi. Që vjen nga një familje me tradita, që ka bërë kontribute, është nipi i Gjergj Mezit. Mos ka bënë emrin, fat. Gjergj Mezit. Po. Dhe nga një zonjë, nga një grua, Dorina Doci. Pra, ne në Gradec i kemi dhënë 2 përfaqësues të listën tonë, shumë dinjitos. Si nga ana e traditës edhe kontributit që ka bërë si familje, por si dhe nga Dorina që ka marrë guximin dhe ka pranuar atë që antarët e kanë propozuar, e ka pranuar si kandidimin, domethënë i saj është për mua shumë prekës, për arsye sepse ka një djalë që është invalid. Dhe ajo zonja është e gatshme, del në teren, komunikon me njerëzit, mundohet që të shpirë shpresë në çdo shtëpi dhe kur ti shikon vështirësinë e përditshmërinë e saj, dhe thua që kjo të shtyn më shumë. Unë të thash kam përgjegjësi, unë flas në emër të shumë njerëzve. Ne kemi në kolonjë, kemi përfaqësues. Vetëm një sekond, përqendrohet pak në Gradec. Mbaj mend një emër historik, pedagog, profesor shumë i njohur, Luan Topçiu, kandidat një herë në një palëzgjedhje vendore përballë Artan Shkëmbit, me i cili në një deklaratë të Ramës thoshte është djalë i mirë, por në krahun e gabuar. Kështu që ai rezultoi të mos i fitonte dot zgjedhjet. Rezultoi dhe duket që djemtë mirë, intelektualët e mirë, siç përmendët dhe jeton tek Mezin, mbas edhe Dorinën, ndonjëherë nuk shihen në elektorat. Në Gradec të paktën nuk di të them për ujërat të tjerë se nuk dinot me ujërat të tjerë. Atëre, do të them diçka. E di pse të vjen kjo pyetje natyrisht? Sepse ti beson edhe shumë njerëz besojnë se ne nuk pretendojmë të marrim qeverinë në datën 11 maj. Dhe ne jemi kontshient që të dy mbase dhe nuk kapin mandat. Por ju gaboni sepse ju mendoni se ne në 12 maj do ulim qepenat. Ne jetoni, Torin, edhe të gjithë antarët e lëvizjes bashkë në 12-13 maj dhe në vazhdimsi do jenë këtu, prapë, do artikulojnë të njëjtat problematika nëse ekzistojnë. Dhe do mundohen të frymëzojnë njerëzit që të bëjnë një hap përpara dhe të ecin drejt një ndryshimi, por jo nga ato ndryshimet që pretendon Partia Demokratike dhe rotacione që të ulem unë në të ndaj tavën e dikujt tjetër. Pra nuk pretendoni që mund të bëni pjesë e një koalicioni. Çfarë, këtë është pyetje ndaluar drejt lëvizjes bashkë, të lutem shumë. Vazhdojmë.
Kështu që po gradeci. Sa i përket pjesës të kolonjës, ne kemi mund të quaj aktivistin më të zjarrtë në qarkun e Korçës, që është Syria. Ish minator, kryetari i minatorëve në qarkun e Korçës, të ish minatorëve, që vjen si produkt i kauzave që kemi mbrojtur ne në 12 vit. Nuk është rastësi atje. Pra, nuk doli dhe i vajti dikush i tha, të bësh kandidat, po, kush e ti, ajë të bëhem se në moshën e vitër më shkrepi të bëhem deputet. Jo, si pasoj e kauzave. Gjithashtu që mos e zjas, në Korçë është edhe te Agogo, Vitori Çipi në Kolonjë dhe në Devol, që është një nga nëse ti do një bastion, unë do të them Devolli. Do të ta them pa frikë, pse? Sepse atje ne kemi punuar jashtëzakonisht shumë edhe unë e shikoj nga antarët. Devolli është një vatër shumë e madhe. Dhe Devolli është dhe unë jam nip Devolli. Personalisht, dhe nuk e them këtë se syndoj të marr vota familjare në Devoll, por për arsyeën sepse e din kanë besueshmërinë te fjalët e mia. Edhe mund të them që në çdo zonë jemi të përfaqësuar shumë mirë, por të them një bastion në eshtën e parë do ta shikojmë se ku, por gjithsesi unë nuk e shikoj, unë shikoj përgjithësisht në Shqipëria. E gjitha do ndryshojnë data 11 maj. Unë nuk di të them tjetër gjë tani. Do të ndaj një sekret me ty, që sot kemi arritur emisionin apo podcastin më të gjatë sipas kohës fikse. Dhe kjo është një mënyrë se si Arlindi mos ankohet për hyrjen në media, dhe për përfaqësimin e kohës përsa i përket partive të vogla. Mund ta bëjmë këto televizionet e mëdha, por aty ku duhet dhe aty ku flitet nuk e bëjnë. Besoj kozjatja ishte e gjatë sepse kishe përballë një njeri që të erdhi me plot ide, me një vizion të qartë dhe që nuk kafshon gjuhën apo nuk guxon të bëjë dhe disa denotime që duhen bërë në Korçë si është emergjente që duhet bërë. Doja të bëj edhe një konstatim, mendoja që Arlind Qori, pra drejtuesi Lëvizjes Bashkë në rang kombëtar, i kishte bërë gjithë si vetja, apo duket si nuk i ka bërë gjithë si vetja, duket që ka gjetur njerëzit me ide të njëjta si ai. Kështu që unë uroj suksese. Faleminderit shumë. Në garë dhe të shpresojmë që sa do pak nga këto që ju thatë, të cilat janë edhe mendimet mjet në disa raste, për të mos bërë atë avokatin e djallit apo për mos u quajtur i paanshëm, nuk ka njerëz të paanshëm. Ka njerëz që mund të duan vendin e tyre pak më shumë ose pak më pak. Unë jam nga ata që dua shumë vendin tim. Dhe për këtë arsye, të uroj suksese dhe shpresoj një garë sa më të drejtë. Mendoni që mund të vjetë zgjedhjet? Mund të vjetin votat? Absolutisht. Unë mendoj që Lëvizja Bashkë nuk do ketë asnjë firo në vota, por që ta mbyllim, dua ta mbyll me një gjë. Hajde. Është tash motoja. Unë besoj te pajtimi kombëtar, duhet të luftojmë fobit që na janë krijuar, te bashkimi, dhe një dashuri pa interes dhe pa kompromise. Sot nuk e bësh një thirrje, jemi brenda asaj. Jo, unë nuk kërkoj vota. Unë kërkoj votën, faleminderit që ma dhe, por angazhim dhe ndryshimi nuk e bëj dot vetë. Faleminderit. Miq, ishim në podcastin e radhës së moseshme me Petro Lobonjën, drejtues politik i Lëvizjes Bashkë për qarkun e Korçës, i cili mbi gjithave bëri denoncimet e tij, foli për programin e Lëvizjes Bashkë dhe për alternativën që kjo parti ofron për qarkun e Korçës. Unë do t'ju le podcastin e radhës takim përsëri në frymën dhe atë energjinë e partive politike, të cilat synojnë jo vetëm që të fitojnë, por të hanë sa më shumë edhe njëra tjetrën. Faleminderit.